Unë jam Alba Marina, këto janë 15 përgjigjet në pyetjet e një kafe me Labin. Televizion kam fillu me punu kur e kam kry klasën e 9 para 10 vjetëve, në qërshon në bon 10 vjetë. Momente interesante gjatë xhirimeve ka gjithmonë, normalisht nuk janë gjithmonë momente të këndshme, ka edhe momente të cilat të krijojnë shumë stres edhe nervoz. Nuk është që po më kujtohet ndonjë, po e di që kanjëherë vjen shumë e keq në emision, kanjëherë nuk jemi disponë mirë para emisionit, edhe krejt këto duhet me njanu edhe me u duk si gjithmonë në emision. Sinceritetin edhe faktin që jam shumë e drejtë për drejtë, edhe pse shumë njerëz, ama shumë njerëz më thonë që kom ja po shere në jetë. Nuk e kom menu najherë, sepse gradualisht njeri qysh rritët, qysh pjekët, ndryshon shumë sene. Nashta temperamentin isha mundu pak me bu ma qetë, sepse ka njerë dime qenë shumë eksplozive. Jo që ma ndej i bi pishman, po që nashta ma mirë plët herë me marë frymë, ma ndej me vepru diçka. Unë e kam emisioni për muzikë, thonë që e kam veshën shumë të mirë muzikor, edhe që kam shije begit të rafinu me në muzikë, po për me knu lidhje nuk kam. Unë kam një problem me veturën, edhe nëse nare më shtoj për cilë qëtë intervjist, me siguri është shumë të nervozu me faktin e një lejes të kerët edhe faktin që unë të nkohën kom vëzit, pa lejet kerët. Vëzis jo edhe shumë shpesh për faktin që puna edhe vendi ku unë banoj, janë 2 minuta në kom. Unë e këshyre shumë filma, për ndryshe jem regjisore filmet edhe e kam deformim profesional edhe i këshyre më nësy pak ma ndryshe se para se me i fillu studimet, nuk koncentrona nashta për me u knajt shumë të e këshyre në film, po e këshyre kadrimin, ndriqimin, lojën e aktorëve dhe gjithë shka tjetër. Filmi i fundi që jam këshyre është... s'po më kujtohet. Diçka nuk është që fort i mojnë men andrat. Nuk po më kujtohet na e farë andër e keqi që e kam pa me siguri, si cili prej neve e kemi pa, na e kam shumë dashur, të na vdek edhe me që në disponim të keq prej gjumit, po që ajo është mirë se thonë që a zgati jetën që ati njeri. Po të sha djallë, kësha pa shumë qef me pa samë në vllahët tam, sepse e ka emnin shumë të veçantë, e ka emnin Darsej. Për hirë dashuris njeri bën shumë qka, bën gjithë qka. I kësha majt flokë zero, nuk e besoj që kishtë qenë najvar problemi, po shumë besoj që qaj njeri që më kishtë desh nuk kishtë pas najvar kësi kërkese kotë. S'moj me ta përshu se se kom gjithë, halja, a i gare bëbëj. I hollë, i gatë, si të kallë, i gare për bëj prapë. S'po di, nashta se cili kemi qef me një atratin të partneri. Një shollë të krajon edhe një njeri shumë për krasë. Vetën si futboliste nuk e shoh, edhe pse kur kom qenë e vogël më kanë thonë që bëj jam e talentume, po që se një tifoze dhe përcjellëse e futbollit në Kosovë edhe në Evropë, e shoh edhe jam edhe shumë kështu proudly jam edhe për në me shumë mburna që kam informata të shumëta për futbollin, e që kjo është shumë normale për faktin që jam rritë në qasë e rrethë dhe në qasë e familje. Kam shumë shprehje që i përdori gjatë ditës. Një pëtëne që nuk ka fort e këndshme që asë nuk e ka në e fort definicioni, është shprehja gabar.
Unë me rrethu me njerëz shumë dashur, si në familje, si në shoqëni, si në rrugë, si gjithka, si në punë. Ka raste kur nashta edhe njihna e vetmume, po ka edhe shumë raste tjera kur për në me kam nevojë për vetmi, edhe për secili. Grazie tutti, faleminderit gjithëve, thank you all që e keni këshyrë këtë intervjis deri në fund.